Drejtoria për inspektime pranë komunës së Gjakovës ka zhvilluar sot një aksion për rënimin e një objekti të vjetër në fshatin Dujak, i cili më parë ishte shfrytzuar si ambulant. Për objektin në fjalë edhe ne kemi raportuar disa herë, pasi sipas banorëve të zonës, objekti i amortizuar përbënte rrezik të vazhdueshëm për qytetarët, e veçanërisht për nxënësit, pasi shumë afër tij ndodhet edhe një institucion arsimor. Ambulanta jo veç e ka qenë rrezikshmëri për nxënësit që kanë udhëtu çdo ditë edhe kanë viju mësimin në shkollë, po ka qenë edhe si streje që në vend aca ku çdo ditë ju ngon të rrezikun përveç shembjes së objektit edhe nga qenë e ndacak. Nga drejtoria e inspektimeve bëhet e ditur se objekti ishte vlerësuar si rrezikshëm nga Komisioni Përkatës, duke bërë të domosdoshëm ndërhyrjen për rënimin e tij. Drejtori i Drejtorisë për Inspektime, Ervin Shabani, theksoi se ky aksion është ndërmarrë në funksion të garantimit të sigurisë për banorët dhe kalimtarët. Arsyeja pse po e rënojmë këtë objekt është për shkak se ka qenë i vlerësuar nga komisioni profesional që është i rrezikshëm edhe me rrezikshmëri të lartë shembjes, është në afërsi të shkollës Fanoli këtu në Dujak, po e largojmë për shkak të rrezikut sepse kjo zonë frekuentohet nga kjo rrugë nxënësit shkojnë në shkollë edhe ka qenë zonë e rrezikshme që ka pas rrezik shembje dhe kemi larguar për shkak të komplet për shkaqe sigurie. Autoritetet komunale kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë me identifikimin dhe largimin e objektive të tjera që paraqesin rrezik për sigurinë publike.